Mirëmëngjesi, goca. Sot që po xhirojmë është ditë e hënë, nis vloguri. Tani, sot për mua nuk është një ditë shumë produktive, nuk kam ngrit në humorin për të bërë diçka, edhe pse detyra na thëret. Nuk kam përfunduar disa përkthime që duhet i dorëzoj. Nuk kemi për të bërë dhe pazarin, sepse në fakt nuk kemi asnjë gjë në shtëpi. Edhe e treta duhet të bëj dhe rrobat e Enjas, duhet të bëj ndërimin e rrobave të Enjas, ndërimin e stinës. Unë për Enja nuk e kam bërë akoma, sepse koha nuk ka qenë e qëndrueshme, her me shi, ka pas reshje, ka rënë goxha shi këto ditë, nuk ka qenë mos i qëndrueshëm. Temperaturat njërë në ulje, njërë në ngritje, kështu që për Enja nuk kam blën 3 lloj rrobash vërdall. Kështu që do e bëjmë dhe këtë gjë sot. Pastaj duam do shkojmë në supermarket edhe inshallah po përpiqem të punoj edhe pak. Në fakt, që kur unë punoj në shtëpi, ditët e mia pak a shumë kanë të njëjtin ritëm, por sot kjo e hëna më duket mos sikur na ka ngel traum, nuk e di pse. Na ka ngel gjithmonë që nga shkolla. Që nga shkolla na ka ngel traum, goca. Dhe pastaj normalisht edhe kur kam punuar, jo në fakt, të them të vërtetën, kur punoja si tutor, por punoja fizikisht, pra isha në kontakt me studentët, e kisha me shumë qef. Me si prisja, unë punoja, shumicën e kohës punoja dhe ditën e shtunë. Të dielën asnjëherë jo, sepse të huajt e kanë të shenjtë ditën e diel, nuk janë si ne që e shkelim ndonjëherë, por të shtunën punoja. Edhe punoja me shumë kënaqësi. Kurse online është pak më ndryshe, kur nuk e kontakt, ndryshon, është shumë herë më ndryshe. Duket sikur është komode, por nuk ka si jeta sociale, nuk ka si kontakti fizik me njerëzit. Mirë, unë po ju la dhe shpresoj që për ju të jetë një ditë e bukur, produktive dhe një fillim i ri i mbar. Cheers. Unë po konsumoj kafen edhe vrap të bëjmë supermarket, të fillojmë ditën. Tani do zgjedhim këto. Këtë marrim Enja. Këtë mama. Këto. Se si kjo kemi. Alla proviamo dopo che mi sto fanno. Qa do aty? Qa do? Do pseudo. Ti marr mama? Shko te babi, shpejt. Shko te babi tani, shpejt te babi. Këtu është baba, këtu. Nusi. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Sot është ditë e martë që po xhirojmë. Ja dhe lule që blem me Enja ndje. Ditë të javës që kur ka lindur Enja, jam bërë pothuajse njësoj. Kështu që po nxitoj ta shkruaj atë kuadernon, atë fletë pundore, ditari, nuk e di tani si mund ta quaj në gjuhën shqipe, sepse është një mix gjërash. Edhe t'i shnoj aty gjërat që duhet t'i bëj. Megjithatë, dhe tani i shnoj dhe telefoni, i shnoj diku ku të mundem, sepse e di goca, në fillim mendoja, okej, tani kam vajzën, kur lind, sidomos ishin muajt e parë, viti i parë i Enjas, ishte eksperiencë e re, ishte diçka e re dhe për momentin, në atë kohë, ajo ishte e gjithë bota ime, dhe besoj se kështu është për çdo mamë të re. Por më vonë pastaj, kur fëmia fillon dhe rritet dhe ti mësohesh dhe edhe e stakon, si themi ne, që sigurisht që ajo do jetë me ty aty gjithmonë, por ja që ti nuk mund t'i stoposh punët e tua,
Që në atë moment fillova që të krijoj pak a shumë një rutinën time, qoftë edhe në shtëpi. Domethënë të ngrihem, të bëj këtë, të shënoj që kam për të bërë dhe këtë gjë, të fiksoj dhe unë ato oraret e mia në mënyrë që jeta të mos dukej shumë monotone, të njëjtat gjëra. Domethënë jam munduar, sidomos vitin e parë, që edhe brenda kësaj kornize këtu dhe brenda kësaj shtëpie këtu, të ndërtoj diçka që të kthehet edhe për mua në dobishmëri. Nuk e di sa u shpjegova dhe sa më kuptuat, por sidomos mamat e reja më kuptojnë shumë mirë. Kështu që atëherë bëj një si tip agjende të vogël në mëngjes, ndonjëherë do t'ju tregoj dhe ato shënimet e vogla kështu. Tani nuk mund ta nxjerr në këtë momente sepse kam Melian këtu edhe kuptoni vetë juve se çfarë ndodh pastaj. Kështu vajza ne dje nuk bëm ndonjë gjë interesante, bëm pazarin, u çlodhëm, bëm pak punë të shtëpisë, kam sistemuar pak rrobat e Enjas. I kam vendosur ato që nuk na duhen do t'i dhurojmë, ato që na duhen I kemi vendosur tek dhoma që kemi që vendosim ato sendet që nuk na duhen për momentin, ato që I përdorim pak më vonë, ato që na duhen për punë e tjerë. Edhe kështu pastaj në darkë shkuam tek unata ime, tek halla Enjas, hangrëm darkën aty. Bëm një dorë muhabet, pim një kafe, normalisht unë pa kafe ku do shkoj. Edhe erdhëm te shtëpia pastaj, rutinë e darkës me Enjan, I bëra një dush Enjas, ushqyet hangrit e halla bashkë me kushërinë e vet. Ja, ndërkohë që po e dëgjoni dhe që po flet, sepse po bën një gjell. Por nuk mund ta lëviz tani telefonin sepse po e lëvizja pastaj nuk do më lërë më të xhiroj, ta mbaroj një diskursin që kam nisur. Rehat. Edhe kështu pastaj sot u ngritëm, është ditë e bukur, këtë javë mendoj se do të jetë një javë shumë e nxehtë, temperaturat do të jenë shumë të larta. Do bëjmë ndonjë shëtitje me Enjan, do bëjmë punët tona, kemi për të bërë shumë rilsa. Sot do flas, më fali për zhurmës, më ka ardhur akoma mikrofoni. Besoj se ose sot ose nesër vjen mikrofoni, që kam porositur tek Shane. Sot do të flas edhe me Alessandrën, që është vajza përgjegjëse, gruaja përgjegjëse, vajza, grua unë, që është përgjegjëse e shoqatës ku bëj pjesë tash për vitesh dhe ka bërë dhe do të vazhdoj të bëj shumë projekte me ta. Do të flasim se si mund të organizojmë dhe këtë projektin e radhës dhe çfarë do të postojmë tek siti zyrtar I shoqatës. Ika tani sepse më duket se ande po ndodh diçka. Goca, një pjesë e ditës time është dhe kjo, ku ulem bashkë me Enjan. Enjan për shembull po pim mituçi. Edhe shohim kuklla me Enjan edhe Enja që shkon vrap, të thotë që dua mami këtë. Fillon vet ajo mami, fillon vet. Ja shiko si fillon vet. Mbaron kjo. Dhe fillon vetë, ndodhën reklama. Ne tani, me thënë të drejtën, unë tani sa po flisja me një kolegen time në Itali, edhe po flisnim pak për këto projekte tona, si mund të gjejmë një lidhje, që të bëhet diçka e bukur, edhe Enja ndërkohë kishte rregulluar shtëpinë, domethënë, kishte bërë ato punimet e veta, e keni parasysh, sepse më falni, kishte bërë ato sistemimet e veta, kishte bërë shtëpinë siç donte vetë, edhe mami sa e mbaroi se rregulluari shtëpinë, e sistemoi, edhe tani po pi dhe kafen, Enja po pi mitushin, se ne pam mitush, nuk e bëjmë dot, nuk rrim dot pa çik mitush, po çlodhet këtu, edhe një pjesë e ditës është dhe kjo. Po besoj se të gjithë mamat e dinë, nuk kuptojnë. Qa po bën ti? Po lanë bebin. Ku po e lanë mam? Po lanë bebin me ujë, me këtu, me laçe, dhe deqa. Po pse qa kishte kjo? Ishte pa larë kjo? Qa kishte beba? Beba, do shat Enja. Qa ka ndoqat? Do shat Enjat. E lave bebi, po mos ftohet. Mos ftohet bebi. Ma jo, e ra bebin.
Laje, mami, laje. Me qa uje lanti? Me ujë. Shikoni qik deri ku arrin fantazia e një fëmije. Shikoni pak. Po shan, po I hodhe. Jo. Me qa po e lanti? E hala. Goca, tani them të bëjmë mbylljen e vlogut. Me këtë lule në arritëm që ta kthenim tani me pamje këtej. Besoj se do duket më bukur kur të vendosim dhe lulet e tjera, kështu që më mirë pamjen ta ken këtej dhe ju ka rruga. E para sepse mund të godasi dikë, sepse këtu her pas here frynë shumë erë, dhe e dyta është më bukur këtej kur të vendosen dhe lulet e tjera, do duket një pamje shumë e bukur edhe për ne, edhe kur të punojmë, sepse u shumicën e kohës shkrua edhe këtu te balkoni, edhe është okay. Edhe tani për momentin fikusin e kam vendosur këtu dhe lulet e tjera me radhë që do vendosen lart sapo të blejmë mbajtëset. Kështu. Ne po bëjmë, unë në fakt, po bëjmë mbylljen e vlogut këtu. Po pi dhe kafen. Sot është ditë e mërkur, po, sepse ne jam bërë gjithë ditët njësoj, që kur kam filluar punoj online, gjitha ditët më duken njësoj, e kam përsëritur dhe e përsërit shumë herë, por është e vërtet. Edhe shikoni këtu. Kjo lulja më duket. Nuk jam e sigur për këtë tjetrën këtu poshtë, sepse sa po mi kanë dhënë. Kështu goca, këtë javë kemi në plan të mbarojmë disa punë, disa përkthime, edhe do nisim vlogun tjetër. Vlogu do të jetë një rrëfim. Nuk do t'ju zbuloj më tepër. Pastaj me kësmet, duke parë, duke bërë, ditë e re, kësmet e ri, themi ne. Unë ju push dhe ju them faleminderit që më ndoqët.